Mirëmbrëma, mirëmbrëma, ju përshëndes nga Përmeti, nga qyteti Trëndafilave. Sapo kam ardhur këtu në Përmet, me nxitim pak, me thënë të drejtën, sepse do doja shumë të bëj një live stream në mbrëmje këtu në Përmet. Atëherë jemi në transmetim të drejt nga Përmeti. Tashmë jemi tek ura në hyrje të qytetit të Përmetit. Vazhdojmë rrugën drejt qendrës. Ana, përshëndetje. Bujar Kuqe, përshëndetje Bujar. Qyteti ka veçorinë e tij Trëndafilat, ndaj edhe quhet qyteti Trëndafilave. Ndërkohë kemi edhe një baner Deje, isha në Ersek, por fatkeqësisht aty nuk ishte as edhe një këmbë njeriu, kështu që bëra vetëm video të regjistruar, edhe nuk u futa live, sepse çfarë do shfaqja, më kupton? E njëjta gjë ishte edhe në Leskovik, kështu që nuk jam futur live, por kam bërë video me regjistrim në të dyja këto qytete. Fatikisht u habita, çuditërisht nuk kishte as edhe këmbë njeriu, përveç se ndonjë shitës të ndonjë lokali aty afër. Ndoshta ishte edhe orari. Kam qenë aty rreth orës 4. Ndoshta ishte orar dreke, por çuditërisht nuk pash as edhe një qytetar në qytetare. Atëherë miqtë e mi, si shikoni, jam në qytetin e Përmetit. Siç kisha premtuar, brënd, arrita të vija këtu sot. Në krahun tim të majt, kemi lulishtën e qytetit. Ideje, vërtet u habita, më thënë të drejtën, nuk ishte fare njerëz shok, kështu që më duk jo shumë e përshtatshme që të futesh në live, ndërkohë që s'kemi fare njerëz në qarkullim.
Enzo DeLonghi, mi mbrëma. Atëherë i afrohemi shëtitores. Qyteti i Përmetit, një qytet plot tradita. Pak më parë këtu kam bërë dhe video ajrore me dron, të cilat do t'i shfaq në ditët në vazhdim, besoj brenda javës që vjen. Tashme po i afrohemi shëtitores. Në krahun të djathtë është shëtitoria. Si që shohim, kemi edhe oraret ku nuk lejohen automjetet në shëtitore, nga ora 5 deri në orën 12, pra 17:24. Kjo është shëtitoria në Përmet. Kam dashur shumë të vi këtu në Përmet, por distanca fatikisht është e konsiderueshme për të ardhur, plus edhe rruga është pak problem. Është një rrugë e gjatë për mua, por gjithsesi arrita të vi. Edhe unë fatikisht në qytet nuk pata hyrë, thjesht pata kaluar sepse qyteti është, kur vjen nga Gjirokastra ose nga Berati në saktësisht, qyteti është në krahun e djathtë, edhe gjithmonë kaloja aty, kam bërë dhe video me dron, por nuk jam futur në brendësitë të qytetit, kështu që sot erdha. Çuditërisht askush nuk ecën në korsin e qendrës, pavarësisht se është e bllokuar për automjetet. Të gjithë qytetarët lëvizin në krahun e djathtë. Atëherë do duhet të lëviz pak mikrofonin, sepse shikoj që ka shkëputje mikrofoni. Atëherë jemi bashkë drejt për drejt nga qyteti i bukur i Përmetit. Dikush shkruante aty që ku janë trandafilat, nëse futesh në video, në fillim të videos, sa po futesh në qytet, shfaqen trandafilat, kështu që mund të kthehesh pas në video edhe ta shikosh videon e plot. Atëherë vazhdojmë me regjistrimin e videos. Shikojnë një qytetore të mbushur plot me qytetarë. Temperatura është optimale, 21 gradë temperatura. Është fantastike për të bërë xhirën e mbrëmjes. Atëherë
do të fokusoja pak pjesën Majtas, ku kemi bashkinë, bashkia Përmet. Ky është institucioni i bashkisë. Përmeti shumë bukur, ndaj edhe kam dashur të vi, sepse kam parë edhe fotot në internet, kam parë edhe momentet shkurtëra të videove nga persona të tjerë, nga Përmeti, ndaj edhe erdha. Arjan Shaba, mirëmbrëma Arjan. Si që shohim nga pamjet, kafenet janë të mbushura me të rinj dhe qytetarë të ndryshëm. Atëherë do doja që t'i bëj një shëtitje komplet pjesës shëtitores. Në videon e Përmetit mbyllet edhe turi im në zonën lindore të Shqipërisë. U kam filmuar qatin turistik të Linit, qytetin e Pogradecit. Gjithashtu kam arritur të marr edhe video nga Erseka. Gjithashtu edhe nga Farma Sotira, e cila është një vend, është një zonë turistike ku shkojnë shumë turist. Nëse dikush e ka dëgjuar, është mes Leskovikut dhe Ersekës. Pas Farma Sotirës kam ardhur në Leskovik, ku kam bërë edhe aty një video të shkurtër, por do doja të thoja dy fjalë për pjesën e Leskovikut. Më është dukur vërtet një qytet i lënë totalisht pasdore. Kishte një shëtitore, do ta shikoni edhe në video, ishte vetëm 10 metra. Pra një shëtitore 10 metra. Shëtitore në Leskovik. Jam habitur edhe vetë. Mendova se do kishte punime në vazhdim, por aty ishte rruga cop në qendër të qytetit. Ndërsa në Ersek ishte okej, ishte shëtitoria shumë e mirë. Pra nga qytetit që kam vizituar, më dobët kam parë pjesën e Leskovikut. Atëherë në krahun tim të majt kemi edhe lulishten. Lulishten kur shëtisin ose pushojnë qytetarët. Një qytet shumë i bukur. Mirëmbrëma, si kaluat? Një informacion, pjesa e shëtitores këtu edhe lulishtja, diku tjetër ku është bukur këtu në Përmet? Në Përmet? Po. Punën të e more. Zbit në shkallë edhe mbaj kështu. Është shëtitore tjetër? Është gje bukur atje. Është gje bukur. Me të kadrita? Shko këtej në krau i majtë, të tregon rruga vetë. Deri te guri? Deri te guri. Faleminderit. Natën e mirë.
Atëherë pyeta dy banorë këtu, sepse nuk e njoh qytetin, me thënë të drejtën. Kështu që mora një informacion për zonat cilët janë për të fokusuar, ndërkohë po zbresim shkallët edhe po marrim majtas deri tek guri. Gurin e dia fatikisht është guri i cili ka shumë legjenda për atë gurin aty. Thjesht, bukur, pastër, përmeti, siç e shikoni edhe nga pamjet. Me pëlqen shumë. Atëherë zbresim shkallët dhe shkojmë tek pjesa e shitetores. Duhet pak kujdes, me thënë të drejtën, sepse jam edhe duke filmuar edhe duke ecur. Do të kthehem sërish në shtetorin në qendër, por më parë do doja të shkoja tek balkoni, ku është edhe guri. Guri i disa legjendave, kam dëgjuar disa legjenda për atë gur. Atëherë po përgatis një video të dedikuar për përmetin, për historinë, për traditat. Do të jetë një video shumë i veçantë. Siç kam bërë edhe videon e Sarandës, të Firit, pra do të jetë një video ku do të flitet gjithçka për përmetin. E njëjta gjë do të ndodhë edhe me qytetet e tjera, të cilët i kam ende në montazh. Siç kemi xhiruar pamjet në Korça, Pokardeci. Po, edhe videon e Beratit. Video e Beratit është aktualisht në kanal. Kush nuk e ka parë mund ta shikojë atë video, është një video të cilën e kam punuar me shumë kujdes, me thënë të drejtën. Sepse Berati ka shumë gjëra për të treguar, ka shumë histori. Okej, miqtë e mi, atëherë kush dëshiron mund ta bëj share linkun në grupe ose në faqe të mëdha, gjithmonë sipas dëshirës. Ku jemi këtu, pyet Bella, si që shikon edhe në titull, ndodhem në qytetin e Trëndafileve, në Përmet, në qytet, për qef. Në qytetin e Trëndafileve, që po thoja, në Përmetin, i cili ndodhet në krahun lindor të Shqipërisë. Pra, ndodhet mes jugut dhe lindjes, në saktësisht. Ku jeni këtu? Është një pamje shumë veçantë, më pëlqen shumë. Një qytet i bukur është edhe Çoravoda, e cila ndodhet disa kilometra nga Përmeti. Për Çoravodën do të vi një herë tjetër Kastile, sepse nuk mundem dot që ta bëj Çoravodën sot.
Kështu që do të vi një ditë tjetër. Elda thot gjithë Shqipëria është e bukur, po Elda, është shumë e vërtet, por infrastruktura, me thënë të drejtën, në disa zona, le shumë për të dëshiruar. Për shembull, unë kam ardhur sot nga Korça, në Ersek, më pas në Leskovik, edhe aktualisht ndodhem në Përmet, pra kam bërë një aks i cili më ka shkatëruar automjetin. Pra do t'i themi edhe anët negative. Ky aks ishte lënë totalisht pasdore. Në disa segmente kishte ndërhyrje të vogla, por pjesa më e madhe e tij ishte shumë problematike. Po, atëherë ky është balkoni. Atëherë po mendoj që të eci drejt pjesës së dritave, më pas të kthehem tek balkoni. Tashme përballë kemi gurin e qytetit. Ndërsa në krahun tip të djathtë kemi Vjosën, edhe ura e Përmetit. Pra siç e shohim, duket Vjosa. Uji kishte një ngjyrë të kaltër, sepse unë erdha pak më herët fatikisht. Nga që bëra edhe pamjet me dron, uji kishte një pamje shumë të bukur, ishte ngjyrë e kaltër. Do të shikoni pamjet e tjera sapo t'i kem gati në montazh. Tu kemi balkonin. Edhe djathtas tij ndodhet guri. Okej, vazhdojmë rrugën drejt. Bravo. Është një rrugicë shumë e bukur. Atëherë guri është 42 metra i lartë dhe 65 metra katror. Ky gur konsiderohet si simboli i qytetit. Sipas gojdhënëve, ky gur është shkëputur nga mali dhe mbelit pas një tërmeti, kurse legjendat tregojnë ndryshe faktikisht për këtë gur, sepse e thash edhe pak më sipër, ka shumë gojdhëna për gurin, për ekzistencën e gurit ose për historitë që përmbaret ky gur. Pra, sipas disa gojdhënave të tjera, flitet që ky gur
është ndodhur këtu sepse kryezoti i Krajinës Premti, që i dha emrin qytetit, kishte ndërtuar mbi gurin e qytetit një kala, e cila fatikisht duket kalaja, e kam dëgjuar sot me dron, duket një kalaja vogël. Atëherë vazhdojmë majtas, duke folur edhe për gurin. Sot kalaja fatikisht është rrafshuar deri diku, por shenjat e saj janë. Ka mbetur muret, pra si dëshmi e legjendës. Ishte fundi i shekullit 14, kur ushtria e Sultan Mehmetit pushtoi Janinën. Pas Janinës erdhi radha e Përmetit. Përmeti pra Gojdhënët thonë që kryemzot i qytetit ishte nipi i Gjergjit, i cili kishte një vajzë, Diestrën, me foshnjë në gji. Një natë turqit mbërritën në qytet, kryezoti ishte jashtë tij. Në kështjell ishte vetëm vajza, turqit kërkuan çelësat e fortesës dhe përdorëzimin e vajzës. Pra, sipas Gojdhënëve gjithmonë, duhet të kemi kujdes sepse këto nuk janë fjalët e mia, këto janë fjalë e Gojdhënëve. Por djepin me djalin dhe u hodh nga maja e shkëmbit në rrëz të gurit qytetit, e cili dhe aty gjendet një gur i lëmuar ku përplas Diestra. Mbi gur disa shenja ndodhen aktualisht, janë disa vija të djepit. Pra këto janë të dhënat ku flitet për ekzistencën e gurit. Nuk e di kush e ka vizituar Përmetin, ndoshta mund të ketë lexuar ose mund të ketë dëgjuar edhe Gojdhëna të tjera. Por pak a shumë këto janë të dhënat për ekzistencën e gurit. Atëherë unë për pak do t'i afrohem edhe pjesës së balkonit. Unë vetë do të besoja që ky gur është shkëputur nga masivi malor i cili ndodhet sipër Përmetit, mund të jetë shkëputur sipër dhe ka zbritur këtu poshtë. Nuk i besoj shumë fjalëve të tjera, më tepër i besoj ekzistencës së gurit nëpërmjet një tërmeti. Vazhdojmë kuptimin tonë. Siç e shikoni edhe nga pamjet, ka shumë qytetarë të cilët kanë dalë për shëtitje. Është një ndër shëtitoret më të bukura që kanë hasur, sepse përbëri saj tashmë nuk duket sepse jemi pak errët. Përbëri saj është edhe vjosa, kështu që nuk e di nëse e dëgjoni zhurmën e ujit. Pra është një shëtitje shumë e bukur. Mikel Jano, kjo është një ndër shëtitoret, sepse shëtitoria kryesore është në qendër të qytetit, ku do të shkoj pas pak. Atëherë gjisim shkallët dhe shkojmë tek pjesa e balkonit. Për t'ju dhënë edhe një pamje nga sipër të shëtitores, por edhe të balkonit. Do doja të fiksoja pak pjesën e shkallëve. Është një gur i veçantë ky, nuk e di. Është shumë e veçantë pjesa e gurit këtu. Shikoni tashmë një pamje tjetër të shëtitores, pak më sipër. Përballë kemi edhe urën, ura e Përmetit. Po, Mikel Jano pak a shumë në Shterdam.
Mos gaboj, tartani vjen si gomë, ndërsa kjo nuk është e tillë. Shikoni, kemi një pamje shumë të bukur. Atëherë vazhdojmë, ngjitemi sipër për t'u afruar tek balkoni. Traveler Kid, faleminderit Traveler Kid për donacionin modest. Super sticker nga Traveler Kid. Aty pranë në të majtë është rruga Leve Bariu, për ikonat e muzikës shqiptare, për Leve Bariun. Emri i tij përmendet edhe në reportazhin që po përgatis për Përmetin, siç janë edhe emrat e shumë figurave të tjera të Përmetit, të cilët kanë lënë gjurmët e tyre, si në art, në kulturë. Leve Bariu, një ndër muzikantët më të mirë në Shqipëri. Tashmë po i afrohemi pjesës së balkonit. Dikush të më sugjeroj nëse ka edhe vende tjera të bukura këtu në Përmet, sepse unë nuk e njoh shumë zonën, për të qenë realist. Ndaj mund të shkruani në chat, pasi të mbaroj pjesën e balkonit, unë do të afrohem drejt shëtitores në qendër. Më pëlqen shumë pjesa e Përmetit, një qetësi. Përmeti me njerëz shumë të urtë, me njerëz mikpritës. Pra, në ballë kemi edhe Gurin, por edhe xhaminë e qytetit. Tashmë unë jam sipër tek pjesa e balkonit. Lart te Guri nuk mundem dot. Aty është shumë e vështirë ditën të kalosh, sepse kam qenë aty. Ndërsa natën është akoma më e vështirë. Pra shoh që ka njerëz akoma te Guri, në këtë moment po përdor pak kamerën zoom për të parë edhe pamjen. Siç e shohim, kemi edhe një flamur të vendosur sipër në Gur. Pra flamuri kombëtar ndodhet sipër tek Guri, po ka edhe të rinj, të cilët besoj se do të kenë një pamje shumë të bukur aty sipër. Okej, atëherë vazhdojmë rrugën drejt. Tashmë unë do t'i afrohem sërish shëtitores në qendër të qytetit.
bësh dokumentar apo bëko? Të gjitha. Vëllai. Më tepër reportazh. Dje nga përmeshit ja? Jo, Elbasan. Por bëj kështu video për zona turistike më tepër. Në nxjerrë në trave? Po, direkt. Në nxora? Po, pse jo? Ky është Ju Elban përshëndes. Tufaj. Unë jam Afrim Tole, Ah, Sajmir Sala. muzikant? Ky është drejtori i task force-s Bashkisë Tiranës. Ky është Futbollisti të faj. ish futbollisti Afrim Tole. Do më falni shumë, Shka, që je nuk ju fiksoj dot. Je e shtetit? Respekte shumë për ju. Jo. Këtu po nuk e ndjek futbollin, më thënë drejtën. Ti jem i sigurt, nuk e ndjek futbollin. Në Elbasan? Po. Të zonë. Tan shehën në një. Këto i njoh gjithë. Ky është qyteti Tan Shehës. Ju përshëndes. Kalofshi bukur, Përmeti, super qytet. Papa, ne vim çdo vit. Super. Kalofshi bukur. Atëherë isha me 3 miq të mirë, të cilët më prezantuan. Gjysmore. Pra, njëri nga ato ishte edhe Tafaj, futbollist. Nuk e ndjek futbollin. Për mua nuk jam shumë njohës i pakët i emrave të futbollit, siç ishte edhe Tafaj, respekt për të, i cili na u prezantua. Më tepër ndjek kampionatin botëror ose në ndeshje të fortë të Champions League-s, por jo se i ndjek rregullisht. Atëherë këtu kemi një pamje tjetër. Si që shikoni, është një pamje fantastike, ku duket shëndetoria Buz Vjosës, por edhe ura. Resh, mos përdor Germa kapitale Resh, Germa me shkronja të mëdha. Ishte kryevepër. Shumë. Du me la se jam të më rritë. Se ishte me la, ka më la. Atëherë shikoj që flamuri kombëtar vazhdon të valvitet në çat. Kjo e bën çatin akoma më tepër aktiv. Është shumë bukur. Më pëlqen kjo pjesë. Flamuri kombëtar gjithmonë të jep emocion fatikisht, me thënë të drejtën. Atëherë turi i radhës është planifikuar për të qenë në veri të Shqipërisë, edhe për ta thënë më saktësisht në skajin më verior, në Puk. Kam planifikuar që të shkoj në Puk, ndoshta javën tjetër që vjen, të shkoj në Puk, në Shkodër. Nuk mund të rri pa bërë një live stream akoma më të gjatë në Shkodër. Sepse 2 herë që kam qenë në Shkodër, 2 herë ka patur shi. Pra, radha e videove do të jetë pjesa veriore e Shqipërisë, ku do të filloj me qytetin e parë. Mendoj që të kem fokus pjesën veriore të Shqipërisë, pra më saktësisht Puka.
kam kohë fatikisht që kam planifikuar të shkoj aty, por kemi edhe impenjime të tjera, me thënë të drejtën. Një gjë më bie në sy këtu në Përmet, është qyteti i vetëm ku nuk po shikoj lypsa në rrugë. Fatmirësisht mbrëm në Korç, vuare disa të tillë. Mendoj se institucioni i bashkisë duhet të ketë një plan rregullues për pjesën e këtyre personave, sepse prishin turizmin. Pra mendoj që duhet të ketë një zgjidhje për këtë pjesë. Këtu kemi edhe lapidarin. Po afrohem pak. Këtu kemi një pamje të qendrës së Përmetit. Atëherë po vazhdoj djathtas, sepse pjesën djathtas të shëndetores nuk e kam eksploruar ende. Atëherë në ball kemi foton e infrashurit, por kemi edhe një imazh që do doja ta fokusoja. Kemi të gjitha forcat politike të rreshtuara sipër njëra tjetrës. Pra, forcat politike janë në një godinë së bashku. Gjë e mirë kjo. Jack Daniels në Çoravod e thash edhe pak më parë, do të shkoj një ditë tjetër. Nëse nuk shkoj nesër, kuptohet, por mendoj se do të shkoj një ditë tjetër në Çoravod. Nuk mundem dot sonte, kuptohet. Sepse në mbrëmje një live stream arrit bëj, nuk mund të bëj dot 2 live stream. Shikoj që këtu vazhdojnë televizin e automjetet. Mendoj më mirë të vazhdoj majtas. Nuk e di nëse është një shëtitore aty, po gjithsesi po afrohem një herë të shikoj. Ndjes nëse nuk u përgjigjem të gjitha komenteve, por jam edhe në lëvizje, kuptohet. Kështu që më mirë kuptoni nëse nuk përgjigjem. Blisel të shohim. Shoh që këtu që nga një errësirë. Mendoj se kjo thjesht është një zonë tregtare me dyqane me gjëra. Nuk është qytetare, kështu që po kthehem djathtas. Pse ikën zëri, nuk e di pse ikën zëri. Ndoshta mikrofoni.
Atëherë po afrohem drejt shëndetores. Atëherë kjo është qendra e qytetit të Përmetit. Atëherë vazhdo. Shikoj që interneti dha shenjën e parë që ka probleme interneti. Shpresoj mos përsëritet më. Kjo nuk është në dorën time fare. Shikoni sa e mbushur shëndetoria, sidomos me të rinj. Pastërtia është maksimale. E njëjta gjë që kam konstatuar edhe në qytetet e tjera si Berati, Saranda, Vlora, edhe mbrëm jo e pat vet, pastërti në Korçë. Pra, qytetarët tashmë po e mbajnë vetë qytetin pastër. Vërtet shumë qytet i bukur Përmeti. Ndërkohë nëse do shpusja një foto për t'ju treguar, të cilën e kam bërë pak minuta më parë. Pra është një foto ku shfaqet Përmeti.
ndoshta cilësia e fotos nuk tregon mirë aktualisht. Por këtë foto e kam bërë para se të filloj live streamin me dron. Video do t'jetë pas pak ditësh. Atëherë po vazhdoj majtas. Ose më mirë po futëm sërish në lulishte. Është një temperaturë shumë e mirë për dalë për shëtitje. Ku kemi shëtitorën e cila ndodhet në lulishte, ndërsa majtas është shëtitorja në qendër të qytetit, pra në bulevard, në sakt. Një video të dedikuar do ta bëjmë edhe për Çoravodën, e cila ndodhet afër Përmetit. Nëse do arri për ta xhiruar nesër, nëse jo do të vijë një ditë tjetër. Shikoj pastërti gjithandej. Ndoshta tek tuk ka edhe ndonjë qese të vogël. Ço, se kam një ditë pa e parë. Ik tani. Hajde. Ore shet që po bëjmë live. Ama çuna. Po bëj live. Ja ku kemi edhe djem të ri. Kanë dalë si shok. Okej, atëherë po ja afrohem urës. Tashme është gjira e fundit që do të kaloj në shëtitore. Atëherë miqtë e mi, kjo është xhiro e fundit që unë do t'i bëj shtetores, sepse me duhet të lëviz më pas, kam një rrugë gjatë për të bërë, për të shkuar në shtëpi. Kështu që ky ishte live streami që kisha planifikuar në Përmet. Ndoshta gjëra të tjera do të shikoni tek video e cila të tjetë gati pas disa ditësh.
Këtu kemi një rrugë e cila është e mbushur, ndërsa plot me qytetarë, ndërsa pjesa më e ndriçuar nuk ka shumë lëvizje, siç duket qytetarët preferojnë më tepër errësirën. Okej, atëherë vazhdojmë dhe 2 minuta. Okej, miqtë e mi, atëherë ju përshëndes gjithë nga qyteti i vogël i Përmetit. Ky ishte live streami këtu. Ju uroj një natë të qetë, kaloni bukur. Video e radhës mendoj se do të jetë në veri, në Puk. Më pas do të kemi live stream në Shkodër, por edhe në qytete të tjera të veriut, për shembull kam në plan që të shkoj edhe në Dibër. Se jo në Dibër, edhe aty fatikisht kam në plan që të shkoj. Por gjithsesi video e radhës do të jetë ajo në Puk. Atëherë ju falenderoj gjithëve, ju uroj të kaloni sa më bukur. Nga Përmeti, natën e mirë të gjithëve, kalofshi bukur. Papi!